Ky është një tregim për dy sklevër nga Afrika, ku njëri prej tyre quhej Kafur el-Ushdej. Në kohën kur Kataj ibn Tuluni sundonte Egjiptin, ata u sollën në tregun e sklevërve për t'u shitur. Duke pritur që dikush t'i blej, të dy bashk rinën ulur dhe bisedonin për ambicjet dhe dëshirat e tyre. Miku i Kafurit i tha: "Dëshira ime është që t'i shitem një buk pjeksi, që më në fund të ha çka të dua dhe të ngopem mirë pas kohës urisë." Ndërsa Kafuri i tha: "Dëshira ime është që ta udhëheqë Egjiptin edhe ta menaxhoja të plotësisht." Pas disa ditësh të dy u shitën. I pari u shit një buk pjeksi, ndërsa Kafuri, një egjiptiani autoritativ. Vetëm pas disa muajsh, pronari i Kafurit u bind për forcën dhe për kushtimin e tij, e liroi dhe e bëri njeriu më të afërm. Pas vdekjes, Kafuri zuri vendin e tij. Koha kalonte. Inteligjenca, përkushtimi dhe mundi i Kafurit ditë të ditës shtoheshin, dhe kështu u bë një nga udhëheqësit më autoritar në Egjipt. Ai vazhdoi me punën dhe përpjekjet e tij dhe kështu u bë sundimtar i Egjiptit, i Shamit dhe Hijazit. Një ditë bashkë me shoqëruesit e tij kaloi pranë mekut të tij, i cili ende ishte në pronësi të bukpjekësit dhe ju drejtua atyre. Këtë njeri ambicia e tij e ka penguar, prandaj shikoni se në çfarë gjendje ka mbetur. Ndërsa mua, ambicia ime më ka ngritur në këtë shkallë që jam. Sikur ambicia ime të ishte e njëjtë si e tij, i njëjtë do të ishte edhe fati ynë.